Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Të dashur miq, ju që ndiqni videot e mia, sot kam vendosur që të nis një numër me leksione online në lidhje me historinë e Islamit në Shqipëri dhe në vendet që rrethojnë Shqipërinë dhe ka komunitete myslimanësh. Po e bëj këtë sesion me leksione nëpërmjet YouTube-it, duke nisur që sot, që është data 11 nëntor 2018, sipas kalendarit perëndimor, në mënyrë nga që e shoh që shumë besimtar, por edhe hoxhallar në fakt, nuk janë shumë të qartë mbi historinë e Islamit në Ballkan dhe në veçanti me rastin e shqiptarëve. Siç edhe ju jeni në dieni, propaganda islamofobike, intolerante, urrëtie nxitse kundër myslimanëve është shumë e gjerë në ditët tona. Shpesh në Shqipëri dhe në Kosovë ka edhe qeveritar, ministra, që shprehin gjuhë urrëtie kundër myslimanëve. Kjo vjen si pasojë e aktivitetit agresiv misionar që ndodh si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë nga sekte të ndryshme protestantësh, por në veçanti nga kleri katolik, të cilët kanë arritur që të radikalizojnë dhe ekstremistizojnë një numër shumë të madh personash, të cilët i shohin myslimanët si të huaj në Shqipëri dhe në Kosovë, si njerëz që duhet që ose të lënë islamin, dhe sikur edhe propaganda shtetërore thot në Shqipëri dhe në Kosovë, kthehen në fenë e heroit kombëtar Skënderbeut, në fenë që ata pretendojnë për katolicizmin, ose sikur mund shohim edhe në për shumë forume që gjuha e urrëties kundër myslimanëve është shumë e rëndë dhe e madhe. Myslimanët etiketohen si arab, si turq, si mongol, si njerëz që duhet të dëbohen nga Shqipëria. Kjo vjen për disa arsye. Arsyeja numër 1 është se myslimanët nuk janë politikisht të organizuar si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Sundimtarët tanë të krishterë, në veçanti amerikanët, janë kujdesur që prej rënies së komunizmit në Shqipëri dhe edhe në Kosovë, pas ndërhyrjes së NATO-s, që të mos i lejojnë myslimanët të organizohen politikisht për të mbrojtur të drejtat e tyre. Në Shqipëri, por edhe në Kosovë, ne shohim shumë parti katolike në emrat demokristian, social-kristian, kristian e të tjerë. Sundimtarët e krishterë perëndimor të Shqipërisë dhe të Kosovës kanë arritur edhe të krijojnë lobe shumë të fuqishme edhe për pederastët, LGBT-istët. Në Serbi, serbët kanë organizimet e tyre ku mbrojnë të drejtat e tyre. Në Shqipëri, komunitetet të ndryshme minoritare në vend, sikur grekët, vllehët e tjerë, kanë partitë dhe organizatat e tyre. Dhe i vetmi komunitet i cili nuk ka
një organizim të mirëfillt për të mbrojtur të drejtat e tyre janë muslimanët. Tani me krijimin e shtetit laik shqiptar pas luftës së dytë botërore, e cila sot ka edhe në 100 vjetorin e saj, fuqitë e mëdha të Evropës, apo më saktë Franca me Anglinë, në një farë mënyre çështjen shqiptare e futën në kanalet e krijimit të një shteti laik. Pra, ndryshe nga është rasti i Britanisë së Madhe apo i Greqisë, apo i Kanadas, apo në një farë mënyre edhe i Serbisë, të cilët janë në një farë mënyre shtete teokratike. Në Angli, mbretëresha e vendit është në të njëjtën kohë edhe udhëheqësja e kishës anglikane, pra është kalifja e protestantëve anglezë. Ose ku në Greqi, shteti që krijuan francezët dhe britanikët u themelua si një shtet teokratik, ku kisha ortodokse kishte shumë pushtet në përcaktimin e identitetit kombëtar grek. Me rastin e Shqipërisë, nga që vendi ishte një vend me shumicë myslimane, fuqitë e Evropës nuk donin që Shqipëria të kthehet në një Turqi të vogël, sikur ishte termi islamofobik që përdori në atë kohë. Shqetësimi i evropianëve apo urrëtia e evropianëve kundër muslimanëve mori një yrysh apo nxitje shumë të madhe pas kongresit të Berlinit, kur fuqitë e mëdha detyruan Turqinë evropiane që t'i jepte mali të zi Tibarin dhe Ulqinit, edhe shumë vise myslimane ju dhanë Serbisë e të tjerë. Dhe që nga kjo në Evropë nisi një revansh i madh kundër Turqinisë apo kundër myslimanëve, të cilët në atë kohë botërisht etiketoheshin si turq. Dhe ky proces i cili do të njihet ndryshe edhe si çështja lindore, do të kulminoj me luftën e parë botërore, e cila sot ka 100 vjetorin e saj, kur fuqitë nacionaliste, laike, masonike të Evropës, Franca, Anglia, Italia, së bashku me Amerikën dhe fuqi të tjera, fituan luftën e parë botërore dhe arritën të shkatronin 3 perandorit teokratike të Evropës që ishin atë kohë. Këto perandori ishin Kalifati Otoman, perandoria osmane, e cila në një farë mënyre ishte papati i muslimanëve. Perandoria tjetër ishte Austro-Hungaria, e cila ishte një perandori multikulturore, por ishte edhe mbrojtësja e katolicizmit në botë. Dhe më pas kishim Rusinë cariste, e cila zyrtarisht ishte mbrojtësja e ortodoksisë. Me humbjen e këtyre 3 fuqive teokratike, në botë fuqitë që bën më pas edhe konferencën e paqes në Paris, vendosën të krijojnë shtetet në botë mbi bazën e laicizmit masonik. Laicizmi masonik synonte që njerëzit, organizimet e tyre shtetërore, mos i bënin më mbi Bibël apo mbi Kur'an, por t'i bënin mbi gjukësinë. Deklarata e presidentit amerikan të kohës mbi të drejtën e vetëvendosjes nënkuptonte që popujt, shtetet e tyre do t'i krijonin
pi bazën e gjuhës. Domethënë, nëse një popull fliste shqip do bëhej shqiptar. Nëse një popull fliste turqisht do bëhej turk e tjerë. Ama ky projekt që nisi me përfundimin apo më saktë u konsolidua pas luftës së parë botërore, nuk do të ishte gjithmonë perfekt, se ne e dim që Greqia nuk ishte shtet që populloi vetëm nga grek, por aty kishte edhe vëlla, edhe arbanitas, edhe bullgar, edhe turq, edhe shumë minoritete të tjera. I njëjti fakt ishte i vërtet për Shqipërinë. Në Shqipëri nuk ishte vetëm shqiptar, shqipfolës, por kishte edhe minoritete të tjera. Grek, bullgar, maqedon, serb, torbesh, malazez, italian e tjerë, egjiptian apo evgjipsi si i quhen me racizëm e të tjerë. Dhe tani projekti që apo rendi botror që nisi pas luftës së parë botërore, në një farë mënyrë pati impakt edhe mbi të vendin ku unë jetoj tani dhe që ne e quajmë Shqipëri, që kancelarit perëndimore kur u mund Turqia në Evropë e quajtën Albania dhe ky term u përkthye si Shqipëri. Term i cili shkencërisht nuk është plotësisht i saktë, pasi Albania fillonte nga Lezhë ku unë jam tani dhe vazhdonte deri në Kroaci. Ndërsa pjesët nga Lezhë e poshtë, Durrësi e çfarë janë, historikisht kanë qenë Epiri apo Bizanti. Megjithatë, kështu fuqitë e Evropës që shpikën kombështetet që u krijuan ndërsa Perandoria Osmane ra, quan në krijimin edhe të shtetit kombëtar shqiptar. Tani, me krijimin e shtetit kombëtar shqiptar, Evropa u përball me një problem të madh. Shqiptarët ishin një popull me shumicë muslimane. Në anën tjetër, kosovarët, çamët ishin po ashtu dërmueshëm musliman. Dhe shumica e popullit veten e thërriste turk. Dhe për evropianët ky ishte një problem i madh, pasi që ata nuk donin më që turqit edhe muslimanët ekzistonin në Evropë. Edhe ky problem për ata u zgjidh në dy forma. E para, muslimanët që u lanë në Greqi edhe në Serbi u vendos që të asimiloheshin nga shtetet kombëtare greke dhe serbe. Njëjti gjë ndodhi, domethënë edhe në Malezi, po më pas Serbia me Malezi bashkuar e tjerë. Ndërsa me shqiptarët që musliman që ishin në Shqipëri, u vendos që në vendin tonë Evropa Perëndimi të bëjë një nga eksperimentet e para që ata kanë bërë në historinë e tyre, që është laicizimi i muslimanëve. Laicizim sipas modelit ekstremist masonik francez, i cili nënkupton zhdukjen e fesë dhe bashkimin e njerëzve mbi identitetin gjuhësor. Ky projekt çoi në një laicizëm të frikshëm në Shqipëri, në kohën e Zogut, i cili arriti kulminacionin e tij në kohën e Enver Hoxhës, kur në vitin 1967 Shqipëria ndaloi me ligj çdo fe. Tani, ne sot që flasim jemi në shekullin e 21, vitin 2018. Kanë kaluar rreth 100 vite që kur ky proces deislamizimi nisi nga fuqitë e Evropës me krijimin e Shqipërisë, me Kongresin e Lushnjës e tjerë. Dhe sot, si historian që jemi, detyra jonë është që të rrëfejmë atë që ka ndodhur. Për këtë arsye unë kam vendosur, siç thashëm më herët, të bëj një cikël leksionesh
ku do të tregoj pak a shumë historinë e ardhjes së Islamit në dhe se si u mbollën komunitetet muslimane në Shqipëri, historinë e tyre që nga koha e arabëve Muavijës, inkursionet e arabëve në Mesdhe, dhe më pas me ardhjen e Osmanëve, edhe do dalim deri në ditët tona. Besoj që do të jetë një cikël i gjatë leksionesh, dhe këtë po e bëj në mënyrë që personat që më shohin online të arrijnë të kuptojnë nga ajo që unë di. E shoh domethënë shpesh kur bëj biseda të ndryshme me hoxhallarë dhe besimtarë që kanë shumë probleme në kuptimin e disa proceseve historike. Edhe duke qenë që YouTube është free, po i bëj këto video, siç mund ta kuptoni videot i bëj me celularin tim. Her pas here më bezdisin njerëz që marrin telefon dhe më duhet që tu mbaj telefonin dhe shpresoj në mirë kuptimin tuaj. Kjo është pra pak a shumë hyrja, pjesa e parë, dhe vazhdojmë me pjesët e tjera. Faleminderit. Selam aleikum.